Në mjediset e Bibliotekës Shkencore të Universitetit Luigjë Gurakuqi, u organizua një takim i veçantë letrar me poeten Rozafa Shpuza. Përpara studentëve, pedagogëve dhe dashamirësve të letërsisë, ajo prezantoi vëllimin e saj të pesë poetik, Vetimat e shuajnë inatin bun. Ky aktivitet u organizua me nismën e klubeve studentore Ernest Koliqi dhe Arshipipa të Fakultetit të Shkencave Shoqërore në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Gjuhës dhe atë të letërsisë. E ku ka më mirë se poezia me shku të Brezi i Ri edhe ato me dhanë mendimet e tyne, mu më intereson shumë ky fakt. Poezia jeme ka shumë shkodër, ka kujtime, ka pjesë të qytetit, ka personazhe edhe unë kam njësinë se kjo poezi i rrinë mirë këtij qytet edhe kam atë shpresën edhe besimin e plot se ka mu prit mirë edhe prej studentëve të universitetit tonë. Çdo poet ka dufet e tij, ka muzat e tij. Ku ka ma bukur se këto dufe, këto shpërthimet poetit me shuat i nadin bun. Buna është një lumë i paqët, është një lumë që rrjedh natyrshëm, ato shelgjet e veta, nuk edhe ai dha mu duk më i përshtatshmi për me shu ato shpërthimet e mia poetike. Pjesë e këtij paneli ishin edhe pedagogët Dr. Bora Logu dhe Ermira Alia, të cilat sollën reflektime dhe diskutime rreth botës poetike të autorës. Gjatë takimit u analizua stili unik krijues i Shpuzës si dhe vendi i rëndësishëm që zë poezia e saj në peizazhin e letërsisë bashkëkohore. Të pranishmit dëgjuan disa prej recitimeve poetike dhe ndan perceptimet e tyre mbi librin dhe shkëmbimin e mendimeve me autoren. Interesi i studentëve, pedagogëve dëshmoi edhe një herë se fjala poetike mbetet një urë e fuqishme komunikimi mes autorit dhe lexuesit.